Shqipëria-Angli në Air Albania, Tirana në masa të reptë sigurie të dielën, rrugët që bllokohen. Policia e shtetit ka prezantuar planin e detajuar të masave për ndeshjen ndërkombëtare Shqipëria-Angli, që do të zhvillohet në 16 nëntor ora 18 në stadiumin Air Albania. Autoritetet njoftojnë se janë marrë masa të forta sigurie para, gjatë dhe pas ndeshjes me qëllim garantimin e rendit dhe mbarvajtjes së aktivitetit. Policia ka organizuar shoqërimin dhe mbrojtjen e futbollistëve anglez nga aeroporti Rinasi drejt hotelit në stadium dhe në kthim. Kontrolle timtësishme dhe rend publik në gjithë Tiranën. Do të kryen kontrolle të hollësishme në stadium për persona të paautorizuar dhe sende të ndaluara. Policia paralajmëron se në hyrje nuk do të lejohen banderola raciste, fishek zjarr, flakadan, mjete piroteknike, monedha metalike, çakma, karikues, çadra, produkte kozmetike dhe sende të forta. Patrulla të shumta do të jenë të shpërndara në gjithë kryeqytetin për të garantuar qetësinë publike. Kufizim e qarkullimit në Tiranë nga ora 14 deri në përfundim të ndeshjes. Disa rrugë pranë stadiumit do të jenë të bllokuara. Papa Gjon Pali i 3, Dervish Hima, Asim Zeneli, Themistokli Gërmenji, Ismail Qemali, Mustafa Matohiti, Jul Variboba, Leg Dukagjini, Abdyl Frashëri, Skerilaj Dllagami dhe Faj Konica. Policia paralajmëron edhe për ndëshkime penale. Hyrja në fush për personat pa autorizuar dënohet me gjop 50.000 lekë në 100.000 lekë ose deri 3 muaj burg nëse pengohet zhvillimi i ndeshjes. Hedhja e sendeve të forta të fishek zjarreve apo flakadanëve dënohet me burg nga 6 muaj deri në 3 vjet. Dhuna ndaj sportistëve, trajnerëve apo arbitrave dënohet nga 1 deri në 3 vjet burg, deri në 5 vjet nëse përsëritet apo kryhet nga persona të klubeve. Hyrja në stadium dhe rekomandimi për tifozët. Portat e Air Albania hapen në orën 15. Policia u bën apel tifozëve të paraqiten herët për të shmangur radhët dhe mundësinë për të mbetur jashtë pak para ndeshjes. Për sigurinë e plotë të aktivitetit janë angazhuar qindra efektiv policie në bashkëpunim me FSHF-n, UEFA-n, Gardën e Republikës, Policinë Bashkiake, Zjarfiksen dhe institucionet shëndetësore. Qëllimi sipas autoriteteve është një ndeshje pa incidente dhe me standarde të larta sigurie.